Faleminderit i nderuar kryetar, të nderuar koleg, po vijojmë që të dëgjojmë që duke përdorur procedurën, po zëvendësohet debati parlamentar dhe kjo është e papranueshme në bazë rregullores. Po mbi të gjitha, po dëgjojmë në seancën e sotshme që liderët e UÇK-s të cilët janë në një proces gjyqësor i cili është i padrejtë, qenë të akuzuar për genocid ndaj Serbisë. Pra po dëgjojmë një akuzë të re, të cilën nuk e kanë bërë as serbët vetë, të dëgjojmë në këtë parlament dhe kjo është e papranueshme. Zoti Bido, po dëgjojmë në këtë seancë, zoti kryetar, jam duke folur për 3 minutë në procedurës, ju lutem, më lejoni të përfundoj procedurën, jam duke zbatuar rregulloren e kuvendit dhe duke dalë në një propozim konkret. Jemi duke dëgjuar në këtë seancë, po ashtu, diçka e cila është skandaloze, ndarje në Tosk dhe Geg. Nuk është për procedurë, zoti Bido. Fjalën e ka zoti Strazimiri procedurë. Zoti Strazimiri. Zoti kryetar, se çfarë është për procedurë dhe se çfarë s'është për procedurë, ato nuk caktoni ju. Është për procedurë. E cakton rregulloria dhe kryetari i kuvendit interpreton rregulloren. Për mbajtjen e fjalës që kam nuk e cakton dot ti. Kur më thua do ta çojmë për në fund të seancës, nga eksperienca që kemi dhe ju bini dakord që kjo është për procedurë, nga eksperienca që kemi, seanca ka zgjat 3 fishën asaj që ka zgjat 2 herë të fundit. Dhe për këtë, domethënë ju inkurajoj të vazhdoni se nuk është aq e vështirë. U bën 1 orë 21 minuta tash që jeni në seancë, nuk ishte aq e vështirë. Zakonisht e keni bërë 21 minuta, 22 minuta seancën dhe keni ndërprer në shkelje të rregullores. Ajo që kërkojmë është thjesht të respektoni rregulloren. Kur ka një propozim këtej, ka një kundër propozim këtej dhe ju këtë duhet ta bëni. Ju nuk keni aty shkopin magjik, nuk keni as diktatori këtij parlamenti, mbasi janë caktuar 10 orë diskutime deputetësh në byron e kuvendit, ju thoni mbyllet sot nuk ka për të folë njëri. Nuk e keni këtë kompetencë. E para. E dyta, ndalni këto paçavure që dalin flasim këtu, ne jemi këtu tash po rrin tash sy për sy. Sa herë marrin fjalën, unë flasim për procedurë, flasim për paçavure. E ty vi turp. Ndalni se është detyra jote. Dhe me qira Allahi, me që përmendi njëri prej këtyre mitingun e një qendrim të 5 marsit. Një gjë që nuk e dini. Ai mitingu i 5 marsit ka qenë duke dështu për një arsye. Megjithëse ishte shprehje e Sali Berishës, një qendrim, dëshirë e Sali Berishës, kërkesë e opozitës që të bëhet një miting bashkëkombëtar. Ashtu siç u bë. Vetëm që të mos fliste Sali Berisha. Cila është procedura? Ja po ta them unë, procedura është kjo që po them tash ti. Cila thuaj? Është kjo që po them, deri tash ta thash procedurën. Ka thënë asgjë për procedurën. Do ta them, po, është vetëm procedurë dhe mos ma minutat. Asgjë për rregulloren. Mos ma minutat. Për rendin e ditës. Ai miting ka qenë duke u anulluar brenda ditës, sepse pandi Majko se kemi këtu në këtë sallë, thoshte nuk duhet flasi Sali Berisha aty ku i thot protokolli shepu do flasin në fund. Kam shku unë atë ditë, kryetari i Forumit Rinor, antari i kryesisë Partisë Demokratike me urgjencë, ke Partia Socialiste, ka dalë ka prit Musa Ulqini, kam shku me taku shokun pandi atje. Dhe i kam thënë vetëm një fjali nga Sali Berisha. Mos prishti mitingun, Sali Berisha nuk do me folë. Nuk bëhet fjalë fare për radhën se kur do flasin. Ma kërkonte me shkrim. I thash pandi, nëse doni me prish mitingun dhe doni me gjetë një sebeb, kjo është fjalë zyrtare e Partisë Demokratike. Për kaq gjë ka qenë duke u prishë ai miting, kaq ka qenë interesi juaj për Kosovën atëherë. Okej, faleminderit. Fjalën e ka zoti Flamur Noka. Për procedurë, zoti Noka. Po. Për procedurë. Tani, që cila është qasja e Partisë Demokratike dhe aleatëve saj për Kosovën dhe çështjen shqiptare dhe cila është qasja e narkosit për çështjen e Kosovës, tashmë është botërisht e ditur. Askush deri më sot nuk ka guxuar nga qeveria shqiptare po flas, ta vendosë nën sankcione e qeverinë e Kosovës përveç se narkosi. Askush shqiptar dhe ndërkombëtar. Të lutem, le ta mbaroj. Askush shqiptar dhe ndërkombëtar nuk e ka quajtur veriu në Kosovës tokë të askujt të asgjikundit përveç se kreu të narkos. Askush
Zoti nuk i ka Noka futur përfundoni pika fjalën, pas shpinë e sepse kjo Kosovës, pikë nuk ka sa herë që ajo ka diskutime, pas nuk ka nevojë debate. për vllahun e madh Ka Shqipërinë, një pro, një sa kundër që ka dhe futur kreu i narkos dhe votim. qeveria Ju po e bëni ti. diskutim për pikën, nuk Askush lejohet diskutimi, nuk ka debat guxuar për këtë pikë. të ketë të ndërtoj marrëdhënie qoftë edhe Okej. bilateral. Fjalën e ka zonja Eriona Ismaili për procedurë. Faleminderit. Ja hoqa, nuk ja dash, ja hoqa. Unë do Për të doja njëjtën arsye. që këto seanca të fillojnë të respektojnë procedurën sikur se ju thatë, dhe sikur se kemi kaq seanca që dëgjojmë që nuk respektohet procedura, por gjithçka që ka bërë opozita ka qenë pikërisht kjo, nuk ka respektuar procedurën. Ky institucion funksionon në bazë të ligjit, rregulloris, por kemi edhe një kod i sjelljes së deputetit, ku unë dua të kujtoj të gjithë kolegët e opozitës se në neni 11, faqja 12 tek mirësjellja e deputetit, në pikën 1 thuhet se gjatë zhvillimit të seancave plenare, mbledhjeve të organeve të kuvendit e komisioneve parlamentare, si dhe në veprimtaritë e tjera parlamentare, deputeti i drejtohet të tretëve me mirësjellje i nderuar. Ne këtë gjë nuk e bëjmë as me njëri tjetrin. Ne këtu kemi dëgjuar fjalë denigruse, ofenduese dhe vetëm mirësjellje nuk ka patur. Tek pika 2, kur deputeti i ri mban fjalimin e parë në foltorin e kuvendit, ai përshëndetet nga drejtuesit e seancës, respektohet nga të gjithë deputetët pjesëmarrës në sallë, pavarësisht grupimit politik që i përket, nuk është respektuar gjithashtu. Në momentin më të parë që secili deputet i majorancës çohet dhe flet, fjalë sikurse po ndodhet edhe tani, nuk duhet që të lejohen nga ana juaj, duke respektuar gjithë kompetencat që pozicioni ju jep. Në pikën 3, deputeti që bën diskutim deklarat në seancë plenare ose në mbledhje të komisionit dhe në fjalimin e tij adresohet një kolegu ose një antari të Këshillit të Ministrave në respekt të fjalës së mbajtur, qëndron në seancë mbledhje për të dëgjuar të paktën deri në 2 ndërhyrje të tjera me kolegët, që është shkelur me të dyja këmbët, qoftë edhe në seancën më të rëndësishme që do ishte ajo që edhe sot u përfol më së shumti diskutimi i programit qeverisës së kësaj qeverie, kështu që t'i lëmë njanë viktimizimet, t'i lëmë njanë edhe këto argumentet boshe, të respektojmë ligjin, rregulloren edhe kodin e sjelljes minimalisht. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka kërkuar zonja Zegjinet Çaushi. Ua, sa të respektuar, u çudita tani. I nderuar kryetar, kjo sjellje që po ndodh këtu në këtë institucion kaq të lartë nuk duhet të tolerohet nga ana juaj. Dhe të dy këta parafolësi që sapo folët duhet të kërkojnë falje. Ç'është kjo paçaure? Nga e keni dëgjuar këtë fjalë? Ç'është kjo? Ç'janë këto fjalë dhe këto ofendime që përdor zoti Noka? Ua, jeni në institucionin këtu që të kanë votuar ata qytetarët, nuk je në këtë fjalorin e rrugëve që ti përdor. Kujtohu ku je sot këtu. Faleminderit. Shumë faleminderit. Atëre ju njoftoj se në konferencën e kryetarëve në datën 8 tetor 2025 shqyrtoi kërkesën e një grupi deputetësh të grupit parlamentar Partisë Demokratike për zhvillim të mocionit me debat dhe ngritjen e një komisioni të posaçëm të Kuvendit të Shqipërisë në lidhje me gjetjet e OLAF për fondet nga programi i PART.